Në prag të çeljes së sezonit turistik, teksa ka nisur pastrimi i vijës bregdetare të Darzezës, ndotja alarmante e kolektorit të Levanit nga stallat e bagtive që ndodhen në zonë, vijon të mbetet problem madhor dhe i pazgjidhur. Sipas banorëve, kjo situatë vazhdon prej vitesh, duke u dëmtuar tokat bujqësore dhe sëmurur bagtit. Ata pohojnë se shkaki i ndotjes janë stallat e kafshëve që ndodhen pranë dhe që shkarkojnë të gjitha mbetjet organike në ujërat e kolektorit. Banorët shprehen gjithashtu se shqetësues mbetet fakti se uji i ndotur që ndodhet në këtë kolektor tërhiqet nga hidrovori i Darzezës dhe më pas derdhet në det, duke rrezikuar të kthehet në burim infeksioni. Ne na degradon tokat na degradon bimët, se unë mjell salci, mjell bostan, mjell domate, speca, drekë. Edhe të gjitha këto. Sa vite kanë? Edhe ky vazhdon po të njëjtin program. Çfarë mendoni se po di unë më duket si stallet dero, se më duket se ujti është shumë i ndotur, është me ngjyrë ujti. Sai s'është burim. Ky është ndotje. Ka periudha të caktuara që është më i ndotur? Ka periudha që ndotet akoma më shumë se sa sot. Sot është bërë fare. Ja të edhe kur punojnë pompat, ai pastrohet. Pastaj fillon e rrin pompat pa punë, ai fillon ndotja komplet aty. Edhe spinat baktit ujës. Ne punojmë dot. Ndotja është kështu kolosale këtu, se plazhistët s'ka do vjen aty do lahen me ujin e derrave. E parë punës njerëz se ne kemi blegtori. Blegtoria këtu nuk ka vend tjetër veç këtyre kanaleve të pinuj. Blegtoria në këtë kanal nuk pi dot ujë për arsye se është shumë i ndotur. Nëse është i ndotur. Me mbeturina, me dëgjon çka ka këtë lart nga një thertora, çfarë mund të kenë, nuk e di se ç'është, por shumë i ndotur. Është shumë burim infeksioni, derisa spi blegtoria ujë. Ndërkohë peshkatarët kujtojnë me nostalgji kohën kur ujërat e këtij kolektori kanë qenë të pastra dhe theksojnë se ndotja ka reduktuar ndjeshëm edhe gjallësat ujore. Ka qenë shumë i pastër. Ka qenë i kaltër. Sa vite ka që është ka ta nisur? Që ku erdhi fshati ngritën sa gjera këte ato se ne nuk do të merremi me llafe, s'do të merremi me llafe se llafi del edhe tani këto janë gjera që duken. Institucionet përgjegjëse çfarë masë do të marrin? Po te pastrim kështu edhe këto gropa septike. Këto janë më të nevojshmet se kur, se derdhet vende pa vend. Përballë kësaj situate, banorët apelojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa konkrete për zgjidhjen e kësaj situate të pandryshueshme prej vitesh.